Ndoshta është dhe rreti i mirë i shoqënisë edhe të familjes ku na sot jemi falë tyre, të dy familjet tona, edhe ndoshta edhe që kjo ka të bëjë shumë në jetën tonë. Mandej është komunikimi jam me Agonin, edhe në mirëkuptimi, po besoj që inshallah plakemi kështu të mendu, të pas këtë mendje të shëndosh. Marë parasysh që e ndani njëtin profesion, jeni gjatë gjithë kohës bashkë edhe në mbrëmje zakonisht, ka qenë për juve vështirë kjo në fillim, sidomos kur jeni bë prind pas që tash më djalëve, se ka fillu pak a shumë të rritet, po në fillim ka qenë vështirë për juve apo fal ndihmës familjeve, pra po kthehemi aty, sa ka qenë për juve më rëndësi kjo pjesa e mbështetjes së familjes në atë kohë? Po, gjithmonë kanë qenë për krahës dhe gjithmonë kemi pas ndihmën e tyre, po që është më e rëndësishmja që ne kemi pas shumë fat që Roj kur nuk ka pengu dhe nuk ka qenë fëmijë tillë që ne kur kemi dalë për shtëpi sa i me vrapu se me qajt ose diçka. Përkundër asgjë gjithmonë ka dalë te dera na ka përshëndet. Ditë mirë pafshim, edhe sot e vazhdon asgjë kemi pasur vërtet fan këtë aspekt. E ka kuptuar që po shkoni për punë edhe nuk ka pas ndonjë të dashur. Ndoshta edhe që e kemi luan shumë të vogël, një muaj e gjysmë ka pas Roj kur na veç e kemi vazhdu punën s'është që kom pauzuar, edhe gjithmonë i kom folë se një njeriu të madh, nuk i kom folë asnjëherë se bebe, edhe çfarë mendoj që ka ndiku, po edhe mbarsinë që ka thoj Zoti i madh ndryshe s'ka. Fatmirësisht, a? Po, faleminderit valla Zotit se. Po, sa është e lodhshme tash, po besoj që nuk është më sezon vetëm kjo pjesa e verës, korikut, gushtit, jenë të angazhuar gjatë tërë vitit. Secili muaj është sezon vetë, themi, edhe festat ndryshme. E vërtet. Sa është vështirë sot me mbajt edhe balancin, edhe mes familjes, edhe punës në anën tjetër? S'pëti, unë po flasë gjithmonë për vetën teme, nuk e shoh diçka shumë zorshme, ndoshta është punaje edhe vullnetit të madh dhe dashnisë të punës që e bëj. Unë takoj ndër vite njerëz që ndoshta e bojnë punën edhe në që se duhet me bu, apo edhe një punë që shta kanë pas një andër tjetër. Unë për vete gjithmonë e kam pa vetën në skenë edhe mendoj që kjo është e bëj që atë punë që e du edhe nuk e një shumë lodhe, nuk jom tip që ankona edhe për mashallah, kështu që nuk është që e shëtë vështirë. Edhe që kemi punë, dhe është shumë knatësi e madhe. Jeni tipat njëjtë, Agon, në këtë aspekt? Rina tha që nuk ndjet e lodhur asnjëherë, e bën me shumë pasion, me shumë qef, po besoj që në këtë aspekt po, në këtë aspekt si rrallë herë pajto jemi të njëjtë, sepse kështu si karakterën e kisha thonë që jemi të njëjtë. E të ndalim edhe aty pastaj. Po, edhe unë jam e mendimit që kur e bën një punë me shef dhe me pasion, përveç që mundesh me pas suksese shumë më lehtë, edhe ku me të shku më lehtë edhe që po thu nuk i me ndjat lodhjen atë mërzim prej punës ose atë monotonin, sepse ti veç e bën me qef edhe koha të shkon, dita orari vetëm përfundon edhe asë në që nuk e vren.